Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Miqtë e mi më të mirë, përshëndetje nga unë Dorontina. E ne sot kemi ardhur me kalu ditën e fshatin e bukur Pjetërshtic, komuna e Shtimes. Fshat ky që njihet me pozitë mirë gjeografike, ndodhet në një terren malor me lartësi mbidetare prej 735 metra. Përveç kësaj, ky fshat ka shumë benefite. Sheni prapa me janë shkronjat e ortat e UÇK-s, por në krahun tim tjetër e kam një pamje super të bukur, shtëpi pafund. Po shihet që është një fshat me rregulla, ishin edhe shtëpitë që ashtu të ndërtume në rend. E për më shumë, mos të zgjasëm, hajdini me neve të kënaqem bashk. Miqtë e mi, dal nga dal në zbretëm edhe të pjesa e shkollës. Shkolla Idris Ajeti do thot është shkolla fillore e mesme e ullë. Por para se me undalë të shkolla, kësha dash me komentu këtë pjesën e pas kanë do thot edhe linjat e autobusit është stacioni ku udhëtarët presin. Bukur fshat i mirë edhe goxha i pas kanë sa në të mërën të rëzi. E sheni prapa meje. Është një numër i madh i nxënësve, kam para, kam nonën tjetër të krahut tim, kështu që i përshëndes gjithë. Ne vazhdojmë terrenin ton. Edhe unë ju dua juve shumë. E shihni publikun tim, do thotë Dorontina, e ka publikun prej fëmis në ndjep e deri te më i moshuar. I përshëndes gjithë secilin. Edhe faleminderit krejtve për përkrohjen vazhdimisht që ma japin, po fokusohemi tek fshati. Fshati ka një peizazh shumë të bukur, pas ka qarkullim gjatë gjithë kohës. Do thotë automjetet në lëvizje janë krejt kohën, ndoshta edhe sot koha e mirë, po e shijojmë pafund këtë natyrë të bukur. Arrita edhe tek qendra mjekësisë familjare. Është një benefit shumë i mirë, do thotë kur është mirë se cili fshat me posedu qendrën e mjekësisë familjare, unë po du me provu me hy, veç me po paka shumë se si funksionon rregullat e tjerë, po shpresoj që dikush. Përshëndetje. Çu jeni fillimisht? Mirë, faleminderit. Puna ç'është po jetë? Mirë, shumë mirë. Interesant që sa është ky objekt këtu i ndërtuar, edhe stafi. Për objekt nuk e di saktë, unë punoj këtu vetë një vjet, nuk e di saktë çu është ndërtuar dhe kur është ndërtuar. Stafi jena one me 2 motra zakonisht, unë jam doktoresha me 2 motrat e mia që punojnë këtu bashk. Jena të njëjtat, nuk ndrohem kur. Shumë mirë. Do thotë staf jeni dikon 3-4 veta? Po, krejt. Normal jena veç 2, po na vin praktikantë dhe një motër tjetër na vjen shtesë her pas here. Po. Mirë po, apo arrini me imbulu gjitha ato procedurat çka juve ju takojnë? Në rast që keni numër të madh pacienta? Nuk kena edhe numër shumë të madh pacienta, edhe pse vin këtu edhe prej fshatrave për rrethet. Po mirë, muna me ja dalë, edhe kur nuk ja dalë, kena do praktikante që i thirrëm, edhe na nimojnë edhe ato. Ndoshta edhe nuk smuhen këtu shumë se fshati shumë i bukur. Natyra, ajri e bën vetën. Po. Po më intereson, është punë e vështirë kështu? Është normal, është punë e vështirë dhe është pak më shumë me përgjegjësi se këtu jena veç na vet. Nëse kena raste të rana, na normali thirrëm edhe qendrës kryesore, mjekësisë familjare kryesore atje. Vjen edhe ambulanca këtu dhe i merr ose kena diçka që nuk mundna këtu veç me staf të vogël me përballu, ama përgjithësia është normal, është e madhe, se ki punë me shëndet. E dashur nëse më lejotë në kisha pas dëshirë pak me hymrena, me im kap disa pamje, veç me pas se si është për brenda, apo shkojmë shpejt kështu. Kush nuk do me dalë në kamerë, e respektojmë, më shefoni mas dere.
Unë veç po du një shike me ja jep kështu, e sheni sa i bukur është objekti. Këtu është një paciente, s'po du me qitë. S'pas ka dirë, mëse kap. Okej, shumë mirë. Ju lumt për pastërtinë dhe rregullën që po e mbojshit. Një doktoresh si ju, padyshim. E dashur, na falenderoj. Gjithashtu ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu edhe juve, mirëmbëjtje, falenderoj. Siç po shihet një fshat shumë i madh është, po më duket se këtu pas ka punë për një 10 vjet. Po unë e keni parasysh që arri me mbulu krejt të rinin. Kështu që, fëmija, përshëndetje. A të vinë 1 minut. Edhe ko kem vesh njëjtë kuq, edhe për shtatën dolëm ka mirë sa të bukra. A që ko hymina? Ani, ndëgjëm, nëse s'dën ka mirë, veç më shefo dhe flosëm. A bën? Qa du shki për një? Të besoj se t'kum po. Ani, pse qëtë këtë farë babonë? Po vesh me kamerja. Qyshim? Mirë, vallaj, mirë. Familja? Mirë, vallaj, ketë mirë. Mi, mashallah, Zotit i rujt. Faleminderit. Ti? Nga të kim? Që e mirë, faleminderit. Po lodhesh? U knaqem. Ku më lodh? Ja, vallaj, se po mbedem me full me kujë, s'u më ka shku me një akor. Do të më përcjell, po që të vinë shpe, nuk i ke po me mena. Ja, kur t'ku po që t'jelal tash që vallaj gazetorja si pashën në përshatra, arritje edhe këto. Une nuk me lon as edhe një cep pa shku. Po, bravo. E dashur nga të kim? Unë jam me Kukësit për martoh me këto në Kosovë. E pas ke mordi nuse nga Shqipëria. A më tregon çfarë ndjesi është me kon nuse e Kosovës? Mirë. E qysh mërë, ka dule ti? Qysh e gjete ti me narë prej? Me mësit. Pas ka pas këto qika heq veç prej. Prej tash ku me dit. Qaj mësiti për mduket këtë gjatë mirë ka fitua? Që ka arrit me të marë ty prej Kukësit me të pruktë? Po, me një ofsi që shtonë, ti prej janë neje, se ti me lidhje kështon. E ta është e dashur kur vjen ndërmend për mësitin, a thu, inshallah, Zoti është problem me krejt mirat. Me këtë mirat, po me tra mirë po. Mos me urrej. Fiks. Qashtu. Qish po duket jeta në Kosovë? Mirë. Edhe më shatim Pjetër Shtic. Po mirë, se na këna vazhdo me shpinë, punë, mirë. Përgjithësi shumë shat i bukur, po e shoh dhe u borën e paskë shumë në rregull, një lumt. Po, ama alos kena pasur se kena çu ditën Ka dole. Me rëndësish nita, këto tirat këtë banë. Po. I bukurushe, mashallah. Po, me këto vesh në barabar, se s'po më rri. Si këtë fëmija. Po, vallaj, qa me bu. Ditën e mirë e kalofshi mirë një, shumë faleminderit. Faleminderit e pirevash. A je qika t'joll? O qika është. T'jollim të ashtë që një më kushtë e kam të... Mashallah. Faleminderit shumë. Miru pofshim. Një nuse nga Kukësi ka ardhur në Kosovë. Po zemër, si të ndërprej gjirimin e bojmë fotën, a po? Arritja dhe te pjesa e urës, e dini që unë jem shumë kurrështore çdo vend kështu me po përse ofërmi, t'jepi një shikim, nuk po m'pëlqen, do thot ka bërllog, pse e kanë lënë tek nuk e di, do shta ish dashtë edhe vetë banorët e lagjes, pak me umirë me pastrimin, por që nuk po du me paragjiku, po e loj me kaq, ishin një pomjet, e vlerësoni vetë, edhe thoni vetë çka të doni. I ndërrum qëshi? Familja? Qësh po kaloni? Jete sa më shatin Pjetër Shtic me 3 fjallë? 3 fjallë, nivelin më të lartë. Ku po do ma mirë? Me një pomje super të bukur. Shumë bukur. Po kushtet, unë po e shoh që jeni me traktor me... E po më interesën prit, që kjo pjesa është për... të mill misër, a? Ose kalamaç. Kalamaç i thojnë ndrenic. Kalamaç. Oke, veç largo, pro. Do thot, prani kam edhe mjetet me të cilat kanë me miell misrin, a mi tho misër a kalamaç. Kalamaç. Varet çysh e kuptojnë njerëzit, për mu njëjtë, është në të dyja termet i di,
Çka jeni të bon? Ç'është ta? A pa më mikrofonin, çfarë? Fare. Ku kime qitë ta? Qëtë? Hajde. Mojë veç pak mikrofonin të lutem, a e qëtë komplet? Ja, se veç ka pak i tërë, se pak kemi si për forse këtë. Qështë? A kime qitë që tu anë këto kutia Ja, të që të vita? veç në që, Qështë? Hajde. Që si kolomo, që si këtë vjerë që kam një vasë, keni me të. si, ko me ka një bere qetë. Do më thonë, mjaftojnë këto 4 kutia për... Si për forse vogël. Për faqe vogël. E tash me ju pyet kështu, sa po keni lavërdi prej kësaj pune që po e bëni? I na metë që tonë që tonë dhe do të me kry. Diçka përveç punimin e toka, a bëni naj punë kështu? Ja, heq, me veç me qëtu forë. Shumë mirë. E tash ti, do të të shkon punë. Veqa pra ma mikrofonin së punë. Mirë. Do të të shkoni të e lavru, apo? A qysh? A lavrimi u... Por e kë procesi parë që kryet, pastaj përgatitet me pjatimi është edhe... Sa ju merë ku, për shambull, me u zbros këtë kutia? Ja, Për sa e kërë? sa ora kjo, do për të dore shpejt. Ku i keni pjesën që Që keni ta me... shkëm të fëninë. A ne i keni shku? Njëllë me ta? A mu i me hypën e në traktor të konë? A, edhe, as më ke po të e vëzit traktorin, a? Ka dole mu së ngut. Se di që ka naj diçka që s'di me bonën e. Miqtë e mi, ne erdhëm edhe të pjesa ku ka me u bo mbjellje e ministrit ose kalamuqit. Për ma shumë detaje dhe ka ma tregu procesin zotria që e kom pranë. Vesh do të kem pak kujdes. Filloja, trego. A do me në shumë të ashtë ato. Më të jetë, ishtë ti ka dhe ka me shku në... Okej, ti vazhdo punën me të, po dhe folj me mund. A guxojmë që me shkela, është Po hecë. A prishëm diçka? Ja. Më kjo procesi që zakonisht koha për mbjelljet është rreth për shumë pi gjysës prillit më optimale të vazhdimisht pi vendit. Do më për kushte atmosferike këtu. Sa nuk varet vetëm për juve. Ja, kanë janë do me shku edhe te në maje. Po. Mirë po, kur vënohet procesi mbjelljes, a ndodh diçka që ju dëmton ose që ndoshta nuk arrini me nxjerr atë produktin e mirë? Varet edhe pi fare, çfarë lloj fare është, ose disa janë fare më të vëndshme, disa janë më të hershme. Okej. Që kjo lavrim edhe mbjellje ose ka me pas bere qëtë shumë ose në të kundërtën, se di sa po ndëgjona mikrofonin e kom në gjep, po të u mundu me edhon maksimumin, apo më ka hije me shtemi. Po është më kësyrë dhe qysh se a jëm të i pëlqy, asë më të i pëlqy heq. Po ndë apo më delë për para pak, ha? Sa më ka normalë me të po. Qëtash me shtemi kur të më shënë atje më pru. Mos o që ditni. O mbit shkelja, nones. Me shtemi, e pretëm deri në përfundim të ezonit u rikthym përsëri, e kom pranë këtu prap zotrini, kam edhe vetëm 1-2 muhabeti, po më intereson, e keni biznes familjar, a e bëni veç për veti, apo? Për nevoja familjare, të më në kërëse për nevoja familjare. Po. Mbani diçka lop? Dhe më në sasi të vogla, veç sa për nevoja familjare. Po, sa me i pas. Mirë po, edhe ato pak lop çka i mbani, po më intereson produktet e tyne i shesni apo i mbani vetëm për familje? Shumicën për familjen ndaj të pritë që e vogël pak. Po, edhe pak i shpërndonin, ndoshta dikuj kishte përcjellë. Nej motër, nej që është nej. Për çta njëm se jemi shqiptarë, për çta jemi unik. Shënolaj të mgu. Hajde këtë ta bëjnë një pyetje. Edhe për fund, banorët e kësaj lagje a miren me punë tokave sikur se ju? Me pakicë, shumë për çdo ditë të rallu. E pse për shembull është rallu? Jo vetëm këtë fshat, po kudo që po shkoj? Po për çdo ditë pak, nuk është punë që pi Levërdi, shumë për gjanë një punë në qytet edhe një
kjo sidomos që kjo lagje shumë ma bëshatis. Po. Domthon ka një pjesë edhe jashtë edhe në drejtim qyteteve më shkurt. Po. Pjesa jashtë po më intereson cilin shtet kanë shku mas shumë të nëse e din. Çdo shtet ka, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Austri. Ndonjë që është kështu më i veçum nuk e din. Në Angli. Ndrum, Zotit dosh bereqet edhe krejt mirat. Faleminderit shumë për kohën na falni si ju bengum se ishit në orë të punës. Mirë po na u kënaqem edhe kalum super mirë edhe shijova traktorin. E përshëndes edhe këtë instruktorin tim që e kom pas gjatë gjithë kohës se u tutke, dyshoj ke aftësitë e mia është traktori. Mira dej dikon. Haj tash. Testi ja kalu. Ha? Testi ja kalu. A e kom kalu testin? Testin e kom kalu, apo? Uri me Dorontina. Edhe një tjetër patent shofer. Ju përshëndes. Faleminderit shumë, miropafshim. Njerëz shumë pozitiva, ndoshtëm, sidomos me ky zotriun që bisedova që është fiks me rroba pune, ishte një shumë i qeltër, shumë pozitiv, shumë i butë. Për banuart vetëm fjalë të mira kam, kësaj lagje, edhe për fshatin e përgjithësi. Në përgjithësi do thot e kanë një notë të mirë për i meje, po s'po du m'ja u tregu notën. A e lojmë kështu? Miqtë e mi fshati Pjetër Shtic, një fshat shumë i bukur, por një gjë që mu më pengoj ashtu përsy, në çdo rrugë thuja se është kanalizimi i pranishëm. Gjë që nga një herë nuk mund të më dhënë me ju ik disa dukurive që janë negative, nuk e di pse është lënë këtë gjendje, kush e tek merret ose i çdosh me humor, mirë po, unë po flas vetëm atë çka po shoh. Vazhdoni të qëndroni me neve, unë jam të i pa edhe 2 të më shumë, gjithsesi kom shku mi përshëndet. Mos... E tash ke pamja është shumë pamje e bukur, në krye të vendit atje është UÇK. Përshëndetje! Qysh he? Ku e një bredjem të ri? Qysh je Dorontina? A je mirë, Dorontina? Po, të bajtën pak. Që të bajtën? Për të bajtën ka pak se kemi këqyrë. Po, shka ka të Që ja. shini me shëndet? Po, kalojmë qështë. Haqe po hi kështu në mes edhe bisedoj. Cili Jemi me televizionin? t'ju me shqiptar qekret, prej emisionit Katuni jem. Katun, ha? Po, që i vizitoj fshatrat, ndoshta e ke po. Po. Ke po, Po. okej. Qa kemi na thonë pro diçka për fshatin e juve? Që maj vjetër kë... Okej, unë po e kaloj të shoko, po rikthejna përsëri te ju. Ha, Ty fjallë për fshatin. vallaj fshati jo njerë katastrofë. More, shumë zotni, njerëzit shumë Zotni zotni. e. I ra lenër po ju vjen. Po, ani Shumë faleminderit. pastër, ju lumt. E kush Edhe- kujdeset kështu, kush për dukin e juve, me ja u mirëmbajt teshat. E, kjena gratë të tërë, Alo halo. gjalla, Halo, nuk se janë. normal. Qysh janë djali i ri, nuk se ri. Po, Qka, që kë valla dhe me full për katon si po që mje. tash mu kanë bo shumë. Faleminderit për këtë iniciativë që keni marrë fshatin tuën. Na gjidëm në fshatin Pjetër Shtic, quhet fshati juën. E ju si quheni? Na quhem unë Ajet Goshi, ky kusherini Avdi Goshi. Po, Jemi babat i kem Lozën, Djem të mingjesin, djem migjes, jemi kusherej. Thojmë, Sa mirë. na mirë jem të kalu, po fshati juën, po më duke si ka dhe me emigrua shumë në qytet dhe me dalë, shumë pak dhe me metën kë. E mirë, po cila është arsyeja që po jemi kërë? Arsyeja pa dalin sebepi i shkollimit, i mjekit, e punës. pëlqyën, puna ma ofër, këtë për qëtu. Po, Se mirë, oj, që 80 vjetë që janë gjitë kërënim këqërë. Këqërë ku jem, a me thonë. banderat a?
që 80 vjetë më kush e ndrojnë që A keni bona i kërkes, kështu me ja Bon sa ndru? dush, pas- Ma ja pas ka ndru që atje? Pa një në kokosh se për... Me një lullë s'qel pranvera. Me një lullë s'ka. Tani ka dalë me duket i kanë me rregulluar dhe rrymen kanë me rregulluar në talë. Bashkojnë. Ka dalë po shkojnë? Shati jo në ma ketë në ketë shatë. Ja, po ma mu po m'pëlqen. A di çka nuk m'pëlqej? E pëlqen ty që natyre mire, gjelë dhon, po me dasani e në mrapër. A di çka nuk m'pëlqej? Se masi veç e përcjell emisionin tjetrin që ç'të smoj kur gjo. Smoj. Kanalizimi. Se është mbet në gjendje. Mundesh me ma dhon një detaj të vogël. Kanalizimi është në rregullim me sipër. Është e rregullune. Vetëm ujësjellsi nuk e kemi alo. Ujësjellsin me nuemi me prua pi grykës pi malit dikon e o një kru këtu në midis Po re, fatit. kam tregoj një banor. O një kru shumë i mirë në alësin i kon e që ato me nuajnë me sjell me quat jetu gërmetu që kës edhe tani me furnizu kej fshatin me uj. Se kje me, në shumica kje me uj krej pi malit. Jemi pothuajse në përfundim. Bukur shumë komet sot, një fshat shumë i madh. E unë e ulla pasha zotin pak, se nuk kam çka bëj, mu ka tha fyti, është në nxet. Edhe po pushoj pak, kështu që kur të shen shefi emisionin, s'kam çka mi bo, pa, fond të ditës aja është kështu ditën ma pagun, s'ka qare. Apo jo? Përshëndetje! Si jeni? Mirë dita, mirë. Mirë dita, unë jam Dorontina. Jemi nga mediumi shqiptar qekret. A je mirë? Mirë shka jemi, sheni. Që e mirë, faleminderit. Qysh jeni? Mirë jem. Qysh po kaloni? Mirë vallaj motër, mirë jem. Pak i kena të probleme, po mirë. Cilat janë qëto probleme? Problemet më të mojat i kena na, që të më shotin tonë, po të thomë dërejtin me rrymë. Keni probleme rrym? Me rrymë po kena problem, banderat po duhet me ishti vetë, dë shtylla me ashti qështë mujna, mi lidhën me tela, na për shpia, na për pëm, na për ku po mujna, qështë me kalu sa më smërzu krejtë me të pa rrymë tjera të kje, a mungojnë shumë shatë, po që to kena kryesore. Po. Një po a keni bon do njëherë ankesën edhe çfarë përgjigje keni marrë? Kemi bon kes, po vina hajtë se kena minre, qajtë bëli qatu lisa qatu po të ntelat, tash pi blejda tela për ngjësmit, ja më si blej se vina, këtu kena minresh, po bohën, po shkojnë ta që i kanë kompanitë e veta, po shkojnë tjetër ka po bohën, na jemi me që të tjera të kemë. Ka do mungesa, po, krejt. Ja ki po një puna kryesore, pa rrymë së mujna me qatë është. Na pet na kem do ma ollë në tona nena, ata veç me zëmallu, se tjetër ndërsh nuk mund me punu me ta. Se që bojlerin, se që mashqinën e lomjes, që të tjera të kena mirë. Nështë do është zotë në kostyne këtyne, ta është i qefit të që të mandatin që ta është ta të rritë nështë në nërishni që të rrimë me dasane pak. Me njerë nuk bonë për e herë, po adin kata pa mësë me në harru krejta. Mirë po unë e pashë edhe një tjetër dukurin, një tjetër problem kanalizimin. O duk që nuk e kishit në rregull. Kanalizacimin e kena në rejqen. Nuk u nështë ku me di qysh ju, po mirë është. Do shta ka qenë edhe ma keq. Aj pa të ako ma keq, ta është i jena ma mirë, për nështë se rregullu qysh duhet, po mirë i kena dhe i dikon. Rrugët mo pishin i vetë, i kanë shtru atëhere, rrugët i kanë shtru mirë, po jo bash mirë, se ta është si po bon një vetë dy, po bon grupa, po prishin pak, mi pa shtru ma trash pak e ma mirë pak e. Me thonë dërejten, se që nështë po ka bëj pak që po flasë, po ko shumë diferencë, ka fshati jërë me fshatin e Krajmirit, që ta është ju shkak që në rrugën e djetë fshatit Krajmirit, që shë kanë shtru, që një rrugët e tune që kemi shtru këty në për fshatra. Sa vit jenë të shtrume me asfalt? Vëllaj, më thonë një 4 vjetë, që shtë 4 vjetë 5. I ko. Do thotë, deri para 4 vite 5 nuk i në konë të shtrume heq.
Jo, janë para 4 vite, 5 nuk e në kohë, për tash me thonë të rejtë edhe këmë bo 2 vjetë veç. Pesi kur kanë shtru, moj qati pori dikon, e 5-6, qati pori janë. Indrum, faleminderit shumë. Ju përshëndes, faleminderit që një orë me na vizitue. Zoti ju përshëndet. Kem shpresë që pak i përcjellni edhe pak më larg atje, dhe më thonë shikem shotin Petreshtisë se pak më në ndihmë. Që tha këj shia se i kanë rrugë ku kura orë sefte, para 55 vite. Qa trof? Ky ka ardhur tash, a the? Sefte i vjen tash dikur, apo? Ja, për trof, thamë. Trofën ku e kanë pru sefte. Para 55 vite, ku e kanë pru, mo trof s'kanë pru të na. E zdi so shpia e në me qatë trof. Bandera, kjo bandera që 50 vjetë i kanë. Fajnë rruë. As një Parisje nuk e qanë, hiq me zmadhus. Me zmadhus. Për që ta, me pas komën e regullu që to. Edhe këtë punë ti kanë bu, edhe këtë punë ti kanë bu pa levalën për fshatë unin. Ani, foli me Ferizin. Ju përshëndes. Zoti ja dash netën. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, Se nuk të përshëndeta. faleminderit. Mirë, si Dorotina. Mirë, krejt. Faleminderit ju. Shesi, me ndalë. Familja mirë. Krejt Ç'po kaloni? Mirë, shumë. Jetesa më shatin e ju. Mirë, në kohë të keq, mirë është. Jem pak malur san, po mirë është puna, nuk o keq. Përkundrazi, me qenë në territor malor është edhe një benefit edhe më Qashtë mirë. më mirë, po ojë më i pasër më mirë është se në qytet. Po tas po kanë qeftë aty, përshkem që bëdajnë qytet shërë me dalën jashtë. Në qërë të madhë. Po, Ku ishe të shku? Po vazhdojmë edhe për pak rrugë, nuk të marrë shumë po? për shpikën. Për shpik. Po, A je konë punë? jenë në gjamikem. A në gjami, zoti ja u pranu falin. Punoni ju diçka, apo mirë një Ja, vetëm? ka shpija, është më Ka shpije, po, me bujqësi. Po, ka pa. Punën që e bëni në bujqësi, e keni veç për familje, apo... Jena kemë për familje. Veç për po. familje, me qa mirë një konkretisht? Shdo edhe me të ka pak të punë të ukur. Jeni sa antar familjes? Jena, po të rëndonim, 4 djemi kom një vojzë. Kur i bëni këto punime të arave, tokës në përgjithësi, atë ndihmojnë edhe djemët? Po, djemë të nëzë një jam, bojnë punën e bashkë. A keni hiç kështu pjesë Po, tokës? tjena, po. A të bjen shumë e punu? Ja, ka pak, si është. E këna no pak. Indrum, të faleminderit shumë, ishte kënaqësi me konë sot në fshatin e ju. Faleminderit ju. Respekt për Respekt, krejt banorët e faleminderit. Pjetërshticës. Faleminderit. Faleminderit Për ju, juve. faleminderit. Ishte kënaqësi. Jam të e po edhe marketin, edhe unë cep me cep e kum kop këtë fshat, do thot e kum bo një rrugtim bukur të madh, edhe tash është koha me u fresku pak. Na gjithsesi po provoj me hyrë në market. Përshëndetje! Si e ndërum, Dorotina, jam gazetar nga mediumi shqiptar që krejt. E kam emisionin Katunia, mi vizitoj fshatrat. Do shtam ke po. Sot ku morëm fshatin Pjetërshticë. A bune me bisedu mull s'pas këtë dikon. S'po të mjula juve në kam, sa për veti se kam problem. Po, çka mund është me na thonë diçka për fshatin? Shka lyp një ju? Për shembull, çka veçohet fshati Pjetërshticë, çka ka diçka që i mungon fshatit? I ti se bëhet. Mu vequ, zdi shka të thamë, mu vequ, kështu fshati mirë është, Shumë i bukur. te i dikon në zhvillu, se me para luftën fort mirë është. Çka ka diçka që ka mbet ngjecje në zhvillim? Zhvillim Që i mungon fshatit. Rryma na mungon fort, do më thonë rrymë kemë me ndërpejmjet shumëta. Vazhdueshme. Për shembull, sa orë reduktim keni gjatë ditës të rrymës? Pjesë. Që kjo herë është e na problemi më i madh kur ka treshna. Kur ka treshna e pa mëshme pa unalë. Prish ndoshta edhe banderat i I prish për qoste, i prish ka problem të më, kështu stabil është. Unë i pash disa bandera ishin me vite, nga ajo që kam tregun, dikon 50. 70 Po. janë kur nuk i rru. Por që ishin edhe një 2 a 3 tri që i kanë vendos. Kush i ka vendos ata? Jo Keki ka fshati? vendos, ja, Ajo keki kanë ka cil ata. vendos, veçse ka bandera do më shtylla që vetë tjelat e mojnë. Se është i këpët. Një mujtë me vrejtë që të porë nërë me do kuj e kemi lidhë. Do thotë ju banorët i lagjës vetë sa do pak keni mundu me bo diçka. Po jemi mundu se bashkë në rrugë është ra shtylla, ra me tele me kejnë rrugë, kemi quka dalë, kemi lidhë për një shelgjët që lej për fatë mirë. E kemi lidhë aty dhe e kemi gërdu me do kuja, e kemi lidhë me tele i dukët. Mirë po, pas Tana kësaj, problem tjetër kemi ujtë pijes kemi alo, dikush ka do kruje prej molit, do bërime, dikush
Kush dhe fill pe i lumit me rruj, përdurës ato për pastrime, për nështë ta me pi juve, për pastrim putë më. Do shta ju dhe me dosh me mbjell diçka në borë me pas në isirë ose diçka, nuk e keni ujnë e mjaftueshëm. Nuk e kem ujnë, për pije ma shumë se kështu lumin e kem. Diçka bojma për pije Për ujë. pije qësh po ja boni? A i mbushni bidon ata qësh? Ma me bidona, me ujtë pa pastër, që të problemi, se ujë... E që sa viti e keni këtë problem? Që vinë do më në lëmë. Po, që sa viti është këtë problem? Problemi është tonë kuën do më, tonë jetën. Se e mbon men? Pesi që më mena ujësjes nuk kem. Ujë, kush nuk e kontrolon, do më s'kem kontrol, s'kem... S'keni pas asë njerë Ku kontrol? me di shka pima, shka bojma, shka... Qëto problem, qaj rruga mirë, është rrugë me kanë tërtu. Jo si banor të fshatit, a nuk e keni marrat iniciativën vetë në i herë dhe me shku me tregu hallin të njerëzit kompetent, të njerëzit ta duhun që janë. Për shamë kur jem të ujë, ose në komun me ujë. Sërë na kemi kërku, si të mësë se kjo bosh pra hitë na para zedhjo. Kemi kërku, na kanë premtu, për punë së kry. Kërku i kemi kërku. Bile rrimën, shumë herë kemi që dhe peticione, kemi alo s'kanë morë për gjë. Që i kemi ma problem tjera mirë është. Një fshati qetë, i bukur. Fshati qetë, i pa probleme. Po, unë pëlqej shumë edhe njerëzit mbi gjitha ishin shumë të mirë. Bile që se ma manë kur si ka pas në nga 30 molë, se ne flakareshe nëj, kuptuhet ta vrasje kësi sanet moja, kur në fshatuën se ma manë kur. Larga soj. Ma unë fshati qetë, në një fjallë. Ashtu edhe unë e fitova atë bindjen, kemi kaluar një ditë shumë të mirë, edhe njerëzit ishin shumë të mirë, më kanë prit. Shumë mirë dhe i falenderoj gjithë se cilin, ata që e kanë dokuon dhe i ndalë me folë. Faleminderit edhe për juve, na falë nëse ju pengu. Ja. Ishte shumë kënaqësi, atë përshëndes. Do të mirë. Miqtë e mi, erdhi fundi edhe ditës së sot me këtu në fshatin Pjetër Shtic, komuna e Shtimes. Një fshat super i bukur, me banor super energji të mirë, na kanë dhënë, na kanë zbukuru ditën. Nuk di çka të them, është fshati më i madh, ndoshta ndonjëherë që e kam vizituar deri me tani me shtepi banimi, por çka banor nuk është që kum taku edhe aq për shkak që e kanë lënë vendin dikush në qytet, e besa një pjesë e madhe e mërgatës, do thotë, e kanë lënë vendin, si në çdo fshat. Mos me zgjat ma shumë, ne ju përshëndesëm, vazhdoni të qëndroni me neve se kemi çdo ditë risi të reja. Deri në fshatin e ardhshëm, mirëmbëjtje!